Të dashur miq, të nderuar shikues e dëgjues të radio televizionit Pendimi, jemi rikthyer në pjesën e dytë të emisionit Drita e së vërtetës. Jemi duke u transmetuar drejt për së drejti në radio, qoftë në televizion, po ashtu dhe në rrjetet sociale të radio televizionit Pendimi dhe të hoxhës son të nderuar Fadil Musliu, që jemi duke e zhvilluar bashkëbisedimin së bashku sot. Jemi në pjesën e pyetje-përgjigjeve tuaja të dashur dëgjues e miq të radio televizionit Pendimi, njëkohësisht që nga tash i hap edhe telefonatat drejt për së drejti për mirëseardhjen tuaj në +383 45 471 848 nëpërmes Viber mund të inkuadroheni, të bëheni pjesë e këtij programi me anë të pyetjeve tuaja, të cilat i drejtoni qoftë me shkrim, qoftë edhe me anë të thirrjeve telefonike. Dashur hoq, do të nisim me pyetjen e parë që na është drejtuar në këto momente, do të thënë me shkrim. Na përshëndet me selam aleikum, selam. Kthejmë selamin dhe thot deshta një pyetje për hoxhën. Thot është e lejuar me u si duhet me thonë kur veshemi në banjo, kur ndrohemi, veshemi, çfarë lutje duhet me bëu, me bëu bismillah dhe cili është veprimi që duhet me bëu pas kontaktit mes burrit edhe gruas, domethënë për me marrë gusl. Po, bismillahirrahmanirrahim. Fillimisht që kanë dy pyetje. E para, si duhet me vepru nëse vishemi në banjo, sepse është rregull që besimtari musliman kur vishet me thonë bismillah. Edhe në çdo punë të mirë duhet me thonë bismillah. Para se të flasim për dispozitën, a lejohet, as lejohet me thonë, na duhet me kuptu një gjë. Banjët që i kem tash nuk janë ato vendet ku kryhet veç nevoja fiziologjike, që i thojnë WC, Allah ju nderoft. Tash i kemi, po them, shumica e banjave i kanë 3 pjesë. Një pjesë, një qoshe, është ku kryen nevojat fiziologjike. Aty nuk lejohet as me thonë bismillah, as elhamdulillah, as me fol bile me antarët e familjes. Në atë pjesë ku kryen nevojat fiziologjike. Pjesa tjetër është ku pastrohemi, ku ajo dushkabina aty, edhe pjesa tjetër është kjo lavaboja, ku i lajmë duart e fytyrën e ku marrëm abdes. E tash, nëse kin këtë pjesën knena, ose të lavaboja, ose atje ku pastrohesh, edhe dënë më vesh, aty lejohet me thonë bismillah. Edhe abdes kur marrim, nuk është farz, po është sunet me nis me bismillah, edhe thot dikush, po aty është WC. Jo, WC është aty veç ai katrori ku i kryen nevojat fiziologjike. Kjo pjesa tjetër, ku merr ti abdes, se nuk merr aty në atë vendin aty ku kryen nevojat fiziologjike abdes, po ti merr ka te lavaboja, aty lejohet me thonë bismillah. Edhe pse është brenda një. Po, edhe pse është brenda 4 mureve. E këto duhet me pas parasysh, pra lejohet me thonë bismillah në atë pjesën tjetër, ku nuk është ai vendi ku kryen nevojat fiziologjike. Kjo e para. Pyetja e dytë, tek çështja e guslit pas marrëdhënies. Pas marrëdhënieve intime, kuptohet që do të me marr gusl, dikush thotë do të me bë gusl, po gusl do me thonë larje e tërësishme e trupit. Çfarë ne kuptojmë me gusl? Ne kuptojmë larjen e tërë trupit, prej majet kokës deri në fund këmbëve, duke shtuar edhe këto pjesë që në mes gishtave të këmbës apo dorës, e pjesë intime e krejt. Si me vepru, si është mas miri? Mas miri është që ka praktiku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur ka marrë gusl, ka la duart, ka fut ujë në gojë 3 herë, ka bërë gargara, do me thonë, e ka pastru fytin, pastaj ka shtin në vrimat e hunës 3 herë, ka pastru vrimat e hunës, ka pastru organin gjenital, pastaj ka marrë abdes, sikur abdesi kur merret, pastaj ka fillu me larën, prej majet kokës, ka ona e djathtë edhe ka ona e majt. Tash me gjithsesi ato dushkabinat janë ndrysh, nuk janë sikur atëherë që janë la me dorë, tash ti veç hen aty edhe krejt trupin e fërkon duke pas kujdes të nënsetullat, të kërthizat, të organet, të gjenitale, të gishtrit e kamës, e kështu me radhë, edhe përfundon krejt trupin, edhe ky konsiderohet gusl i plotësuar. Po dikush ato ne kam lexuar dikon që veç me shtin gojën, hunë dhe me la krejt trupin, edhe kështu bën. Pra edhe mënyra tjetër është e shtin gojë, e shtin hunë, e lan organin, pastaj krejt trupin, edhe kjo është në rregull, je i pastër, konsiderohesh i pastër.
Qartë, do të shohim nëse kemi telefonat në këto qaste. Jo për momentin, mirë. Atëherë do vazhdojmë me një pyetje të radhës që na është drejtuar në studio. Selamu alaikum, deshta thot aleikum selam, po harroj tua kthej selamin dhe dashur, gjithmonë e keni selamin e kthyer pavarësisht se a u kthej edhe pse është mirë të kthehet gjithmonë. Thot deshta të ju pyes thot e ka bënë një pyetje të gjerë rreth prindit të tij, një domethënë thelbi i pyetjes është që prindi i tij e konsumon cigaren edhe ky si shej që don me ja largu, ja fsheh her pas here. O ta kanë gjëna thot në këtë aspekt. Prindi është njeriu më i dashur tek ne. Nana dhe baba janë njerëzit më të dashur dhe janë njerëzit më meritor për ardhjen tonë në jetën e kësaj bote, ata janë shkaktar, janë sebeb që ne jemi sot këtu dhe janë njerëzit që meritojnë bamirësinë më të madhe. Nëse dëshirojmë dikujt t'i bëjmë mirë, atëherë të fillohet prej nanës edhe prej babës. Edhe prindit normal mundohen për fëmijët e tyre, po flas për ata prindit e mençur, prindit e vetëdijshëm, mundohen me bëu më të mirë për fëmijët e tyre, po nuk është prej veprave të mira me rrit fëmin me dohën, me pa fëmija nanën ose babën duke pi dohën. Po në rast se ata janë të sprovu me këtë sprovë të madhe, që janë sprovu shumë tash i gratë, kohët e fundit, po edhe burrat, atëherë ti nuk ke nevojë me promovu dohënin, me dal, me ble, me marr, dhe ku ta diun çka me bë, nuk detyrohesh, po edhe nuk detyrohesh me afshi. Nuk e ke obligim me afshi. Ti si djalë apo si vajzë, nuk po di kush ka pyet, ti si fëmijë i kujdesshëm, i devotshëm, po e konsideroj që je besimtar i mirë, ti mundoh her pas here me disa fjalë të urta, me disa fjalë të këndshme, t'ua shpjegosh prindëve pasojat edhe damet e mëdha që i ka dohani. Nëse mundesh me arritë mirë, nëse jo, atëherë ti nuk ke obligime për prindët e tu me ja mësua krejt gjanat, të paktën mos më mundu me ja imponua. Dhe kjo mënyrë e fshehjes kjo mundet me çu deri te një konflikt, verbal apo edhe fizik me prindin. Kështu që këtë metodë mos e përdor, nëse mundesh me bindje, me qenë i qartë, me qenë bindës, atëherë mirë. Nëse nuk mundesh, atëherë lën, derisa i bindet vetë. Një pyetje tjetër që na është drejtuar, selamu alaikum, thot aleikum selam, deshta të pyes hoxhën, burri thot kur ndëgjoj hoxhallar të ndryshëm ose ilahi, thot më ofendon edhe më shan, thot ndërsa unë i them shpeshherë kujtoj e Zotin, e ai prap vazhdon thot me të njëjtën formë, a ka thot mundësi me ma dhënë një këshill për të? Secila grua e njeh burrin e vet, e njeh temperamentin e burrit, e njeh dëshirat e burrit. Nëse burri nuk dëshiron me i dëgju hoxhallart, edhe me rastin e dëgjimit hoxhallarëve i shtohet urrejtja ndaj fesë, do të më ndal me një herë. Çka ka nevojë ti me i prish raportet me burrin për shkak një hoxhe. Ti mundon me i ndreq. Ti nëse e din që burri i urren hoxhallart, edhe ata bëhen shkaktar hoxhallart që ky me pas edhe urrejtjen ndaj fesë, ndale me një herë, s'te bëj që bëja burri nale. Po nëse din që burri ka preferencë një hoxh caktuar, e ti her pas here në shkputjet e atij hoxhës. Jo ligjërat kështu klasike 40-50 minuta. Gjatë ato s'pe dëgjon kërkush tash. Fatkeqësisht. Po çka ja lëshon ndonjë shkputje se ai e preferencat hoxh. A mua e urren fadil muslim, s'do më jap ftyrën, po ti nalja mos ja lësha. Kush po të shtin ty me ja caru situatën. Ti për hoxhën tash me i prish raportet me burrin. Hoxha shkon e vjen, emisioni kryhet. Shkputja kryhet. Emisioni pyetje përgjigje kryhet, ti me burrin ki me vazhdu jetën. Edhe mos u bë shkaktare, motër, mos u bë se beb ti që me largu hala burrin prej fese, prej hoxhallarëve. Se disa motra, në emën të asaj kishe po e bindi burrin, ose kishe po e kthej burrin fe, që çka ka thonë filan hoxha. Ai tashon me non hoxhën, me babën, me krejtë, runa zot ka burrat pa edukum tashon edhe fen shkaku i atina hoxhës si nuk e don. Kështu që mos ja lësha hiç nuk ja lëshon edhe kryet muhabeti.
Mundo me metoda që e afrojnë ato kafeja, jo me metoda që e largojnë ato nga feja. Kuptova. E pyetje tjetër që na vjen në studio thot selam aleikum. Aleikum selam. Aleikum selam. Deshta thot të ju pyes lidhur me temën që trajtuat më herët. Nëse njeriu shkon pa e marr halalin ose pa i dhon halalin për veprën, a duhet që të kërkojmë nga familjarët e tij halal për dikë që nuk jeton? Një prej sprovat mëdha është me vdek njeriu që i ka bë dikujt pa drejtësi, ka bë zullum, ai s'ja ka bë halal. Kjo është sprova e madhe. Me një fjalë është fatkeqësi e madhe. E nëse sa ka qenë gjallë nuk ja ka bë, mirë është që familjarët mënyrë do me thonë njerëzore, mënyrë të kulturume, me kërku prej ti me thonë, bënja halal vllaut ton, ose motrës ton, ose babës ton, ose nanës ton, nëse këta e din që kë i vdekur i tyne i ka bo pa drejtësi, i ka bo zullum. Nëse është borxh, familjarët e kthejnë borxhin, me një herë, pa e varros babën edhe nanën. Po nëse nuk është borxh, po është diçka tjetër, atëherë i thojnë atij personit për hatër të Zotit, fale, bënja halal që me ta falë Zotit ty në i gabim më të madh në ditën e gjykimit. E paramendo tash Zoti kur falë, Zoti ajo falja është diçka e pa imagjinueshme. Le që të falë, po pastaj Zoti edhe gjënohat të shëndron sevape kur ti e ke falë dikën për hatër të Zotit. A lejohet pra familjarët me kërkuar prej atij personit që është bo pa i drejtësi për i familjarët e tyre, që t'ja bën halal, po lejohet, e preferume, po. Ne i thonë, bënja halal babës tonë, ka bo zullum, atë ka rreja, këtë ju në qëka i ka bo tash. Në mënyrë insistim. Po, jo insistim kështu, do me thonë imponus, po një farforë me lutje është kjo. Mënyrë, do me thonë, kulturume, mënyrë qytetrume, mënyrë njerëzore, me kërkue, nëse dim na, sigur që i ka bo dikujt baba, ose nona pa drejtësi ka bo zullum, po lejohet, ose vllau, ose motra, apo dikush për anëtarët të familjes. Po nëse ata nuk pranojnë, atë nuk lejohet të mi bo presion psiqik apo presion fizik, falja, s'po të mja falë, e lënë ditën e gjykimit është një moment, kur se cilë e merë ato që e meritan. Sidomos nëse tash të ndaleshim për shembull ta dëgjojnë dikush, nëse se ka dëgju pjesën e parë të ligjëratës, kur e spjegove atë çështjen e komunikimit që po çka po fitojmë nëse s'ja bëjmë halal. Të shohim ato të djeg, domethënë nuk është përfitimi joni nëse s'ja bëjmë halal. Atje nuk noqesh ti nëse e shef dikon në zjarr apo diçka se ti ki tjetër vend. Ti je në xhenet. Ty s'bjen mend mo këto vujtjet, e hjekat, e sprovat, e belat, e varfnia, e ku e diun e çka ke pas njëtën e kësaj bote. Të fut Allah në xhenet, harron krejt ti. E din harron krejt, sikur dikush që e sheni ëndër 10.000, çka pe ajo nuk e di harrova, ç'pe harrove? Të çashtu s'di harrova, veç atë një ëndër të frikshme pe harrova dhe mos i kujtohet, që i kthehet jetës, i kthehet disponimi, i kthehet vullneti, edhe mos sikur të mos ketë ndodha e ëndra keqe. Kështu edhe njerëzit kur dalin para Zotit. Mirë, do të vazhdojmë me një pyetje tjetër që na është drejtuar në studio, thot selamu aleikum, aleikum selam, thot për juve në studio dhe për hoxhën. Thot e kam një pyetje, jam thot nga Zvicra, pyetja ime për hoxhën është nëse dikush prej anëtarëve të familjes thot jemi, domethënë i bëjmë presion të tjerëve për me u falë, në kuptimin këshillojnë për me u falë, thot a i paksohen sevapet atij personi? Jo as pak. Nëse ti bësh shkaktar që dikush me u falë, ti kish problemet e tua të mëdhaja, sa që sa herë që falaj namaz, ti ki hisën shpërblimet e ti. Mirë pa i paksohet ati diçka jo absolutisht. As ti si paksohet asgjë. Ai ka shpërblimet e veta, ti ki shpërblimet e tua. Edhe nëse dikush ja dën dikujt të mirën, dhe ai personi që ja dën të mirën është besimtar musliman, po nuk e praktikon fen absolutisht, përveç asaj la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. E nëse ti ja dën të mirën, oferta e parë masi që ka pranu islamin, ose masi që thëtje musliman është namaz. Bën shkaktar
që ai të fillon namazin edhe për ty pastaj shpërblimet s'kan të ndalur, edhe në këtë botë, edhe në jetën e varrit, edhe në ditën e gjykimit kur do dalin para Zotit. Do të vazhdojmë padyshim dëgjuesdashur shikues ndëruar të Radio Televizionit Pendimi që t'ju ftojmë po ashtu dhe me anë të pyetjeve të tjera dhe me anë të telefonatave tuaja në +33 45 471 848 të inkuadroni. Unë do doja të vazhdoja në një pyetje të radhës që na është drejtuar në studio, thotë selamu aleikum. Aleikum selam, deshta thot të pyes hoxhën, ta falenderoj për ligjëratën dhe ta pyes nëse gjatë dimrit përpiqemi thot ta mbajmë abdesin ka një herë edhe me zor. A kemi thot në gjuna dhe a preferohet që ta prishim abdesin në momentin që s'mundemi ta mbajmë pavarësisht që është ftohtë. Lidhur me çështjen e kohës. Po. Normal tash koha e ftohtë po flas këto ditë bashkë jemi duke mbajtur emisionin, jemi domethënë minus sa ka shku këto ditë. Normal që mbajtja e abdesit është pak më vështirë se sa në kohë të tjera, për shembull sikur gjatë verës apo pranë verës apo vjeshtës. Mirë po, qysh do të me vepru, apo qysh është rregull fetarisht. Fetarisht është një rregull, që nuk ka namaz si duhet, ai i cili hyn në namaz me presion të nevojave fiziologjike, nevoja e vogël apo e madhe, Allahu e nderoft. Nuk ka namaz në rregull. Nuk e ka me koncentrim, me përqendrim. Nuk e ka plot qysh duhet. Edhe nuk ka namaz ai i cili hyn në namaz e është i uritur barku i tij thatësht. Edhe krejt përqendrimi i tij është ka ushqimi e ky ngrihet e fali namazin, a momenti ka të bukat e ushqimet. Pse humb përqendrimi, humb koncentrimi. Kështu që kushdo që ka nevojë fiziologjike, e madhe apo e vogël, atëherë shkon i kryen nevojat fiziologjike, pastaj merr abdes, pastaj fal namaz. Kushdo që e ka sofrën shtruar, edhe ushqimi është aty. Kujt më i dhon përparësi? A ushqimit, a namazit i jep përparësi kujt ushqimit, e masit ngopësh, mos me teprua, me hangër me pi, po pa e tepru, pastaj ngrihesh edhe fal namazin sepse je më i koncentruar, je më i përqendruar në namaz. Për fund nuk po themi që s'ka namaz, ky namaz ka. Edhe pse ka në presion të nevoja fiziologjike ose në presion të ushqimit, mirë po nuk e ka të plot që dohet, nuk e ka me përqendrim, me përkushtim, sepse i mban me dikun tjetër. Mirë, një pyetje e radhës na ka arritur në studio. Deshta thot të ju përshëndes me selamu aleikum. Aleikum selam. Aleikum selam. Të ju falenderoj për emisionin që po realizoni dhe nëse ka mundësi të më jepni thot një ndihmë me anë të këshillës rreth djalit tim i cili po vuan një smundje të rëndë e cila sëmundje e ka lënë pa lëvizje dhe po e shoh që po e përjeton në rënd mos pasjen mundësi të faljes së namazit në kushte fizike, domethënë. Fillimisht e lutim Allahun e madhruar që këtë personin që është sprovue ta shëron me shërim të plot edhe të shpejt. Tash ajo është në dorën e Zotit shërimi, po të paktën e lutim Allahun Teala që ta forcon edhe t'i ruan imanin e tij, besimin e plot, edhe ai besim ai iman tjeta që forca që t'i kryen rregullat, t'i kryen obligimet, detyrimet që i ka ndaj Zotit, edhe pse nuk mundet me lëviz, edhe pse është i palëvizshëm t'i kryen edhe ulur apo çdo që qëndron. Dhe tjetra e këshillojmë atë vëlla të sprovuar edhe familjen e tij që t'jenë të kënaqur me ato që ka caktuar Allahu i madhruar, sepse nuk ka njeri absolutisht që i afrohet Zotit me mëshirë apo me dashuri që ka ndaj krijesave. Kështu që nana dhe baba e këtij personit të palëvizshëm nuk ja dojnë të mirën fëmijët e tyre ashtu siç ja don Allahu te bareke ve taala. Allahu shumë më shumë ja don robën të mirën sesa që ja dojnë të mirën anëtarët e familjes
dhe këshilla ime është për këtë vëlla të sprovuar që t'jeti kënaqur me ato që ka caktuar Allahu. Kjo është kalimtare, kalon aq shpejt sa që harrohet nesër apo pas nesër, edhe vujtjet harrohen, vështërsitë harrohen, ndërsa shpërblimet mbesin. Kështu që ulën, le ta fal namazin, është çysh mundet. Një gjë është tetë e rëndësishme me ditë. Në asnjë rrethon, dhe pse është i palevizshëm, në asnjë rrethon namazin nuk bën me lë. Nuk justifikohet. Nuk arsituohet fare. Ndërsa e fal ulën, e fal në karrik, e fal në krah, e fal në shpina, çysh e fal, nuk ka problem. Bërëndësi me i thonë Zot, o Zot, ti ma ke që këtë sprov, unë e përballoj. Dhe çështjen ti me lënë dorë tone. Amon edhe në që gjendje nuk të harrojt. Edhe le ta kujton që me sprovat më të mëdha janë sprovu pejgambert e Zotit. Jo na. Nuk ka njeri që sprovohet me ndonjë sprovë që janë sprovu pejgambert e Allahut te bareke ve taala. Ata i kanë pas sprovat më të mëdha, kështu që na çka vjen prej Zotit themi të Allahut jemi dhe tek Allahu do të kthehemi, mbështetemi Allahut të madhruar. Pyetja radhës thotë kështu. Asalamu alaikum. Aleikum selam, juve në studio dhe hoxhën deshta një pyetje hoxhës. Thotë fëmijët e mi thotë kanë shumë energji thotë negative. Edhe duket thotë që kanë edhe mësysh. Thotë po desha të pyes hoxhën thotë si me vepru me ata. Njëri prej tyre thotë falet, ndërsa për tjetrin jo. Energji negative me siguri krijon edhe shqetësime në familje. Unë nuk mundem ta shpjegoj me diagnostifiku me thonë ka këta apo ato. Unë pak me kon kështu me telefonati kisha thonë këtij vllaut që po më ti me diagnostifiku që kanë sysh. A i din këta rregullat apo i din se na xhallar të kemë problem me ditë një na ka sysh, a ka magji, a është i gjendosën, i prekun për i gjendve, a ka xhelozi, a ka diçka. Ne kemi problem me identifiku këto sende. Kështu që mos paragjykoni me disa gjëra që nuk keni njohuri për to. Ju si prind duhet me usil në mënyrën më të mirë, me afru fëmijët afër vetes, me ju fol, me i këshillue. Nëse ata nuk reflektojnë, atëherë është mirë me ja u gjetë një psikolog. Nëse janë djem, ja u gjetë një psikolog, me shku me konsultu pak, në rrafshin psikologjik pak, me qel atë kutinë e mbyllur në farë forme, edhe nëse kalojnë mirë ato mirë. Nëse jo, atëherë me shku te një hoxh, me konsultu ata vetë, pa prezencën e prindve, me bisedu, me bashkëbisedu, bisedë lirë, me pa hoxha pastaj mos kanë diçka edhe ka ona shpirtnore. Edhe kështu kalohet me emrin Zot. Nëse kemi telefonat apo jo, është qenë ka ndërpreju nëse s'ka bohem, mirë, atëherë po vazhdojmë me një pyetje me shkrim. Në shtëpinë time thotë po gjej tuba me flok. Edhe kjo thotë po më bën me ushqetësu thotë si të veproj. Po, nëse kem telefonat të ndërpres, nuk është problem. Jo për momentin, po jo. Jo. Kjo është këgja shqetësuese kohët e fundit se shumë njerëz i kanë këto probleme, po gjejmë duqet flokëve apo tubat flokëve, po gjejmë eshna, po gjejmë vezë, po gjejmë këto, po gjejmë ato. Janë disa shenja jo të mira, po nuk duhet fort më shqetësu, sepse çka do që t'jenë ato, fuqia e Zotit është më e madhe. Mbrojtja e Zotit është, mëshira e Zotit është, dhe kështu me radhë. Kështu që në këto raste, këto do të me qenë një farë mesazhe që më u kthye këta anëtarët e familjes më shumë në rrugën e Zotit. Me u bë më të devotshëm. Me u mbështet tek Zoti, çka edhe me kërku falje, edhe me fal namazin me kohë, me bë dhikrin me kohë, edhe sa më shpesh, kur shëngjejnë kësi gjanash, dhe është i shqetësuar për që mundet me pas diçka, sa më shpesh me këndue surën El-Fatiha, sa më shpesh me këndu Ajetul Kursin, sa më shpesh me këndu 2 ajete fundit surës El-Baqara, sa më shpesh me këndu surën Ikhlas, Qul huwallahu, sa më shpesh me këndu surën Falaq.
Kul a'udhu birabbil falaq, edhe surën En-Nas, kul a'udhu birabbin nas. Që to me i pas sa ma shpesh në përditshmëri, sidomos mas namazit, mëngjes e mbrëmje, para se të bim me fjet. Edhe janë do me thonë masa preventive këto, për me na mbrojt prej magjisë, apo për me na mbrojt prej të këqijave dhe keqbërësve. Mirë po du të me pas parasysh që ato duqi i flagëve, apo grumbullimi i flagëve, i kimeve, mundet me qenë edhe për anëtarët të familjes, nëse në një familje ka shumë vajza, për shembull 3, 4, 5, ato mundet me qenë edhe për anëtarët të familjes. Po. Se ke pa disa vajza janë të pakujdesshme që i kapin flokët dhe i lëshojnë nëpër shtëpi. Unë nuk kam vajza, po i kum pa dikun tjetër. Po. Kur shkon njëri dikun edhe i shef, nuk e kam probleme që absolutisht. Ose ka raste edhe nëpër xhamia qesin. Kur falen gratë, sidomos në Ramazan, dhe në xhamia aty tek ne, po në xhamia tjera, disa duqat kimeve gjejnë aty. Pse pritojnë me shku të shporta edhe veç i lëshojnë. Kjo është mungesë edukatës, mungesë kulturës. E irriton xhamatin, e gërdit xhamatin. As shpit vetë s'bo me bo kështu. Mirë po, o bo se si trend edhe nëpër lokale, nëpër plot vende, ke po në persona veç i kapin në kështu, i lëshojnë kështu trak. I shefti. I shef, edhe ato janë ndoshta me titull shkencor, apo janë nëpër institucionet publike, tyra publike, se kanë për problem. Hiç Saudita shumë që ka ky problema, kejt grave ju bien kështu flok, ta mo pe shoh me të madhe që nëpër xhamia, nëpër lokale, nëpër shtëpia, nëpër atje. Kështu jo çdo herë me mendu që të kanë bërë diçka. Po, të bënën s'bënën të rri vetit gati me namaz e para, sa ma shumë Kur'an, sa ma shumë i lexu ato që i përmenda, edhe Allahu të ruan, Allahu të mbrojt. Në këtë tash se domethënë ju jeni edhe udhëhesin i xhamia, po mu ma nxitë një pyetje në këtë rast, kur gjinden në pjesën e sipërme ku janë gratë, as ju shkon mendja që mund të ketë për një me ndonjë gjë tjetër jo veçaran e flokëve? Për xhamia? Po. Apo a ka efektin në xhami? Na as që shqetësohemi për atë punë, sidomos në xhami, absolutisht se marrën serioze, sa to fshihen, domethënë na të fshisen, po ata vëllezër që janë kujdestar me mbaj xhamis, ata po i vrejnë, sidomos në Ramazan, kjo është e theksuar se ka gra shumë. Ka gra shumë, edhe normal kur ka 400-500 gra, normal që pritet me pas ndonjë kime, ama jo shembull duçi është me i gjujt, se ato kur vinë me shami, shkojnë me shami, ato nuk e kanë problem, po këto që janë pa shamia, i qesi shamiet, kur e kryen të në namazin, i hjekun aty, të në ku me ditu i regullu flokët, aty i lidh aty, ku e dinë që ka bojnë, me që i gjujnë edhe i kanë padha ato kujdestarët e xhami, se në atë pjesën në Ramazan ku falen gratë, është një sallë, dikun nëfër 500 metra katror, aty ka motra kujdestare, është mësuesja me ato asistentet e saj, dhe i kanë pa ato i gjujt, nuk e kanë problem, disa edhe facoletat, disa edhe ato të fëmijëve që ka i lanë ato, mos ti përmenin krejtash. Kështu që jo mos shqetëso, jo, se ne jemi shtëpi të Zotit aty, absolutisht nuk e kemi atë frikë, po na shqetëson pak edhe po na irriton pse kjo mungesë e edukatës, pse kjo mungesë e pastërtisë, kështu me qenë edhe nëpër shtëpitë e Zotit. Po prapë është e mirë që vinë xhami edhe gjithkush që vjen xhami veç përfiton. Edhe në këtë drejtim përfitojnë, sepse aty ka këshilla vetëdijsuese, këshilla motivuese, kështu me radhë. Kështu që është kaluesi inshallah. Edhe besojnë të vetëdijsimi i çdo motre besimtare muslimane. Kemi telefonat nëse zgabohem? Po. Assalamu alaikum, mirë se erdhët. Assalamu alaikum edhe njerë. Po, selam aleikum, sa për ndëgjë pak do. Aleikum selam. Po. Po flas nga Gjermania. Mirë se erdhët i nderuar. Përshëndetje për ju edhe për hoqën e respektuar. Faleminderit. Nderuar. Allah shpërblet. Ndoshta me bo pyetje, kam shumë pyetje, nuk e di tash edhe prej kam janis mas pari, po një pak më të veçantë kisha bo, për hoqën e nderuar ku mbo dhe ndoshta në misionet e ju të hershme, po në misionet e tjera. Është në plan ndonjëherë me një ora mësimore, domethënë për fe në shkollë, se mendoj që është ka që më thonë shumë privilegj të madh se realisht merr mësim shumë të madh dhe fëmia prej shkollës klasës parë, 2, 3 me fillu me domethënë një fjalë me pas në shkolla një orë mësimit për fenë, të cilën i përkasim alhamdulillah natë 5%.
shtetit tonë. Edhe so për ato pyetjet më hershme apo që patë edhe unë në temë tash puna e flokëve, normal nuk është edhe shumë më shqetësu, nuk besoj se duhet më shqetësu, se më kujtut edhe një fjalë ta me të lijës, që tash i ka vonë 20 vite më lako pasipi, që thot për punën e serjazme, që bazëve thot që të mi 40-50 fur dullusht i hason të për darkë. Nuk e ka thonë për atë aspektin që ai din diçka, se thot ndoshta mendon që po di diçka shumë, po thot bëni çish bëjon, 5 ko namazit me abdes edhe s'ka çat bën asaj as flokët as kur gjë. Ndoshta me përshëndet hoxhën edhe një emision të marrë. Selam aleikum rahmetullah. Selam. Te mësimin shkolla, mësim besimi, a ka diçka në këtë Po, s'ka problem. Ndërkohë, po ja u rikujtoj shikuesve që jemi drejt për së drejti edhe pak minuta, dhe këtë emision po transmetohet live në radio televizionin Pendimi dhe është duke u transmetuar po ashtu edhe në rrjetet sociale, në Facebook të hoxhës sonë të nderuar Mulla Fadilit, po ashtu edhe në Facebookun e radio televizionit Pendimi. Po. Sa i përket lëndës fetare në për shkolla nuk ka ndonjë ndryshim absolutisht, po flas për në Kosovë, edhe nuk pritet në një të ardhme të afërt me pas diçka ndryshim, sepse ato komunitete tjera nuk kanë interesim. Komuniteti ortodoks, ata punojnë me plan programin e qeverisë së Serbisë, ata e kanë lëndën fetare. Komuniteti katolik edhe protestant, meqense nuk kanë fëmijë shumë në për shkolla, nuk janë të interesuar. Atër mbetet veç komuniteti musliman, veç Bashkia Islame ka kërkesë, do me thonë kërkesë, që me thonë, s'po thonë ditore, po kërkesë vjetore, çdo vjet e kemi këtë kërkesë që të futet lënda fetare, edukata fetare, sepse po diskutohet tash shumë nëpër media, nëpër forume të ndryshme, në formate të ndryshme, po diskutohet futja e lëndës edukata seksuale nëpër shkolla. Po. Tash nëse ka zëra dhe ka interesim për një gjë të tillë, çysh mos me pas për edukatën fetare, kur edukata fetare ngërthen për mban në vetë edhe edukatën seksuale. Edhe ata ta mësojnë, nuk ka kur gjë të keq atë absolutisht. Andaj po e them me keqardhje në këtë drejtim, asnjë parti politike, po flas për këtyne që janë pushtet që 25 vite deri tash 2026 nuk shpreh gatishmëri ose nuk shpreh interesim të theksuar për futjen e lëndës fetare përveç në fushatën elektorale. Aty do ta diskutojmë, do ta bëjmë me kështu me radhë. Unë po i them këtij vllaut që telefonoi prej Gjermanisë që nuk do të më shqetësoj shumë, sepse njerëzit do po mendojnë që si të futet lënda fetare, aty kanë me shku hoxhallarët, me majt ligjërata. Jo, kanë më mësuar gjanat elementare. Çato gjana më shmë mësu fëmijët edhe në shtëpi. Mirë po, e mira është që ata që si kanë prind të përkatitur fetarisht, ata që si kanë prindet fetare kanë rastin me mësu diçka të re, por ndryshe, këta që kanë fëmijë që kanë prindet fetar, që e ka babën e nanën me namaz, e ka në rrugë të Zotit, këta s'kanë me mësu diçka të re, sa i kanë mësu aty ç'është feja islame, definicionin, shtyllat e imanit, besimit, shtyllat e islamit të fesë, kanë me mësu ma vonë për abdesin, për pastërtin, për namazin, sjellja në rrugë, sjellja në shkollë, sjellja në shtëpi, sjellja në xhami, kjo, disa gjëra elementare që unë mendoj çdo prind këtu jam mëson fëmijët vetë edhe atë para moshës së pjekurisë, para moshës së pubertetit. Kështu që mos mendoni që futja e lëndës fetare shkopi magik. Tak, rregullohet Kosova, jo më. Lënda fetare është në plot shtete të botës islame dhe s'ka rregulluar shumë punë. Jo. Pash një pyetje këtu tek dërgesat edhe m'la paka shumë, ndoshta confused, po gjithsesi do ta lexojmë dhe ta shohim bashkë. Thot selam aleikum, aleikum selam, thot deshta të ju pyes hoxhën, thot kur marrim abdes edhe na kop gjumi, thot a prishet abdesi edhe nëse je në Mekë, Medinë, në umre, domethënë këto vende të shenjta. Se di a ka në diçka dëshat. Fort që nëse je në Mekë, Medinë, po. Prandaj Njëjtat rregulla janë. Mendo thash mos ka diçka që se kam lexuar. Njëjtat rregulla janë abdes. Ajo që ke prish abdesin në Prishtinë, edhe ndonjë vend këtu te na, ajo e prish edhe në Medinë edhe në Mekë, ndryshon absolutisht. Nisën do të më pas parasysh, ka momente, ka raste kur njeriu
është ullën, që shemë në ullën ka riktash. Edhe kë nuk flen me atë fjetjen me plot kuptimin e fjalës, po kë kotet. E ka një kotje për shembull. Kotut. Amo kë çka flitet për rreth, thuaj se veç e dëgjon. Nuk ka hyrë atë gjumin e thellë. E këtë rast të kotjes, edhe kur është ullën kështu që shemë në ullën tash, nuk prishet abdesi. Ajo? Ja, nuk prishet. Edhe më kotë edhe pak ma gjatë, sepse mas pare është ullë në një pozitë që nuk mundet më prishet abdesi. Po. E dyta, ashtu koti, dëgjon ata në regjika bisedojnë, ose këta tjerët, ose telefonatat, ose ato, nuk i ka shumë qarta, po i ka ka thelbin. Po. E në këtë rast, sin mjek e sin me dine, se dikush po thëtë kur po shkej atje, interesant njerëzit ullën, po fleshin, si po thërë ke zoni, i ka meti, po falshin, s'po mërsh në abdesis. Jo, ajo, kon të kot pak, se nësë është i shtrim, edhe karhat, ka hinë gjunë të fel, jo, laj, më nëtë më falë, sa të kërkush nuk vjen ty me thonë që me abdes, ti du vetë me shku me marë. Ama ata du me shku me marë abdes, ku ki kontrol ti? Kur do me thonë venet kalirohen, do me thonë gazat e kështu i kitë hapta, atëherë do me pas për asysh që ato raste abdesi prishet. Mirë, me që jemi në minutën e fundit të programit, unë padyshim desha të falenderoj edhe për këtë javë që u bëre i pranishëm në edicionin e sotë. Nuk u bëra i pranishëm, po isha i pranishëm. Bare, Allah i shpërbleft të ju dhe mirë këshill direkte. Inshallah jemi edhe në javët në vijim, edhe lusë Allahun Teala që këtë kohë, këtë sezon të dimrit, këtë kohë të ftohtë që njerëzit nuk mundën fat me qëndru jashtë, ta shfrytëzojnë për me qëndru ma shumë shtëpitë e Zotit. Këtu tek ne, alhamdulillah, në Kosovë, secila xhami është rregullu ma mirë se tjetra, ma bukur se tjetra, ngrohja, pastërtia, infrastruktura. Kështu që sa rrini rrugëve mërdhihet, apo rrini për lokale e tymoset me dohan, me tymin e dohëngjive, rrinë shtëpitë Zotit, me shfrytëzu për punë të mira, ose edhe në shtëpinë e vet, njeriu me në shtëpinë e vet, edhe me shfrytëzu për ibadet, sepse për shëfjatësia në të tumete sa po përfundon, sa bajnë 6, sa po falet në përgjëmija në 6, 26, 30, kohë e gjatë për me boj ibadet. Kohë e lezetshme kjo, natën me kaluën në disa adhurime, me boll lloj adhurimesh, e ditën disa adhurime tjera, që një për tyne është kohë ideale për agjerim, se shkurt, është kohë e shkurt, pra kohë e gjatë për ibadet të natës, kohë e shkurt për agjerim të ditës, edhe lusë Allahun e madhruar që të na ruan neve, të ruan familjet tona, edhe të ruan muslimanët kudo që janë nga të këqijat edhe keqbërësit të cilët kohët e fundit edhe janë shtu shumë. Edhe lusë Allahun Teala që të na mundësën çdo ditë e çdo natë me kujtu ato që na ndryshon planet, apo që na i prish ato kënaqësitë, apo që na i shkatërron kënaqësitë e kësaj bote. Ajo është vdekja. Vdekja nuk është për me u friksue, e me ikë prej fesë, apo me ikë prej Zotit, po çka vdekja është me të friksue për me të afru tek Zoti, për me të vetëdijsue, edhe çka për me u bë më i mirë se sa që ke qenë. Përndryshe, këtij procesi nuk mund t'i ikë askush, edhe gjithë i madh i vogël, me shkollë pa shkollë, me pasuri pa pasuri, me pozit pa pozit, do t'i nështrohemi këtij procesi herët avon, andaj secili le të përgatitet se si po ballafaqohet nesër me Zotin e tij, se si po takohet, se si po del para Zotit, apo del me faqet bardha, apo me faqet zezë, apo del me punë të mira, apo punë të këqija, dhe secili le të shoh venin e vet, se vetëm 2 vene janë atje, 3 s'ka. Ose xhenet, Allah na bof prej aty në që janë atje, ose zjarri xhenemit, Allah na rujt prej atyne që janë banorë të zjarrit. Kështu që në përmbyllje dhe ne falenderoj për moderimin, falenderoj edhe stafin, regjin këtu me vllahun Kushtrimin dhe të tjerët, dhe deri në takimin e javës së ardhshme, në këtë medium të nderuar, në këtë kohë, qofshin në mëshirën, në begatit e Allahut të madhëruar. Amin. Shikues dashur, mas mbetet gjatë tjetër përveç se t'ju falenderoj edhe personalisht për kohën që ndat bashkë me ne,
Me shpresë të i madhi Zot që do të ritakohemi sërish në javën e ardhshme. Deri në takimin tonë të radhës, mbesni në mëshirën e të madhit Allah. Selamu alaikum, rahmetullahi wa barakatuh.